Pyetja e radhës thotë kështu: a është ndaluar për njeriu të pijë alkool nëse nuk dehet, por pien thjesht një sasi të vogël për shkak të shoqërisë? Jo, nuk lejohet. Pirja e alkoolit edhe largimi nga pirja është në fund të prerë dhe është decisive. Nuk ka të bëjë do thot me dehjen apo mosdehjen e personit. Për këtë edhe Allahu i Lartësuar në ajetin të cilin e kemi përmend disa herë, kur Allahu i Lartësuar urdhron do thot mos përdorimin e alkoolit, urdhrohemi të largohemi nga ajo tërësisht, jo do thot pjesërisht. E personi i cili pretendon se pin një gotë apo dy gota edhe me këtë nuk dehet, atëherë dhe pretendon se kjo nuk prish punë, do thotë nuk është e qëndrueshme ky pretendim, edhe ne si besimtar jemi të urdhëruar që të largohemi nga pirja, qoftë edhe një sasi shumë e vogël, për shkak se kështu nënkuptohet urdhri kuranor, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe, por edhe ekziston një hadith me të cilën i mallkon disa lloje apo disa grupe të njerëzve, jo vetëm atë që e pin, po edhe ai i cili e shërben, edhe ai i cili e shet, edhe ai i cili e blen, edhe ai i cili do thotë bën, do thotë e servon atë e kështu me radh. Prandaj ne jemi të urdhëruar me u largu tërësisht nga pirja e alkoolit, do thotë jo vetëm pjesërisht. Allahu